Sa i thonë kur parlamenti shtrohet në një bodrum të mafjes. Parlamenti nuk respekton as një rregull, as të rregullores, as kushtetutën, as ligje. Parlamenti përdoret si një dyqan privat i partisë së krimit dhe kjo ishte një seancë ndër më të turpshme, ku pas një farse elektorale të pa precedent, në vend që qytetar të ndigjoni të gjithë faktet, argumentat e opozitës dhe deputetëve dhe kandidatëve për atë që ka ndodhi me 11 maj. Këta ja mbathin brenda disa minutave. Ja, shifti, ja ikin. Dhe janë, ja u thash dhe në parlament si që patju. Ishte shumë në drejt që në parlament të vinë boss të karteleve sësa këta, se ata janë të vërtet, kurse këta janë thjesht shërbëtor të tyre. Megjithatë, ajo që duhet garantoj shqiptarë, vendosmërinë e palpunur të opozitës të mbrojë kauzën e drejtë të tyre për votën e lirë. Faleminderit. Tani pyetje se e kishit parë duke i çfarë pyetje keni? Sa urdo po? A jemi në njëra një gjysmë të zyra? Po, prandaj jam sa pyetje pra atje. Ka gjëra. Tani kam për parlamentin. Po. Patja socialiste sot në Francën të në forcën e kartonave ku kanë 44 vota. E mendoni se çfarë do të ndodhë në shtator kur kanë 83 plus 3 86 vota. Pra do ta diskutoni edhe një lloj, kanë një vot, ka gjithsej. Ata janë të gjithë pa, mos e pyet, kush vjen aty? Vinë përfaqësues të nuk janë deputet ata, janë, domethënë, janë përfaqësues të një farse të shëmtuar elektorale që s'ka pa vend në kurrë. Po si do ta vazhdoni aksionin tuaj në shtator? Aksionin e Partisë Demokratike në shtator. Do përcaktohet. Të gjitha format e qendresës janë të pranueshme. Do diskutoni sot me drejtuesit politik rreth? Jo, sot me drejtuesit politik kemi çështje krejtësisht teknike. Kanë të bëjnë thjesht me disa rezultatin që kanë marrë disa prej tyre? Jo, nuk ka probleme me rezultatin. Sot ka gjitha takimi është lidhur me finalizimin sa më shpejt të raportit. Mirupafshim.